Zgjedhjet e jashtëzakonshme me gjas këtë vit po na presin. Tash I kemi 15 ditë tek kryeministri Kurti në detyrë që I ka në dispozicion. Ka, siç thash, dy interpretime nga lëvizja vetëvendosje, njëri që janë të sigurt, madje ata kanë qenë të sigurt prej ditës së përfundimit të rezultatit të zgjedhjeve, tjetri që ka skeps dhe dyshime që mund të votohet qeveria Kurti 3. Në bazë të disa rrethana mund dyshoj që mund krijohet qeveria 3 dhe madje unë kam dyshimet e mia që Albin Kurti më nuk do të jetë as kryeminist. Duket që nuk e ka. Dgjoj, Albin Kurti unë kam dyshimet e mia, e shoh thujse të pamundur që mund të jetë edhe kryeministri I Kosovës. Kjo është edhe njëra prej arsyeve pse po e zhagit këtë proces. Albin Kurti e përfundon pozitën e kryeministrit me ditën që votohet një qeveri e re. Një herë pak, dy herë thanë rregullat. Tre herë tha tamam më kon. Jo, unë jam bazuar tek një sinjal mandat tamam. Dgjoj, ai s'ka mandat tjetër. Ai e din, është I vetëdijshëm që s'ka mandat tjetër dhe kushdo që I lexon mes rreshtave sinjalet politike që vijnë nga bashkëpunëtorët e tij, shihet qartë ai e din. Nervoza shihet. Jo vetëm nervoza. Unë ju kam referuar një kërkesë të çuditshme të zonjës Mimoza Kusari Lili, kur ka deklaruar që e para duhet të shkohet në zgjedhje dhe e dyta që ajo më nuk do të bëj koalicion me lëvizjen vetëvendosje duke pranuar që të shkrihet totalisht në siglin e saj politike. Dhe fjalia tjetër që raporti me Amerikan ACC është katastrofal. Katastrofal. Tash unë nuk mund ta parandoj Kusari Lila që po distancohet nga Kurti. Në asnjë rrethon. Sikur Mimoza Kusari Lila t'ishte e vetëdijshme që neve na pret edhe një mandat I qeverisë Kurti 3. Nuk do ta kërkonte tash në këtë kohë autonominë e saj politike dhe juridike në KQZ. Pse nuk e kërkoi para 4 vjetë? Pranoi të bëhet shefe e grupit, tash u pendu që duke qenë shefe e grupit parlamentar ka humbur identiteti I saj politik. Absolutisht kjo është veç një arsyetim banal. Ka intuit thua, e ka në hotur situatën. E ka në hotur situatën që tashmë karriera politike e drejtimit të shtetit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti po përfundon. Të vërtetën pse ai nuk do të jetë kryeminist, nuk duhet ta kërkojmë te retorika politike e subjekteve opozitare. Tek sinjalet dhe tek kuntet që dërgoi Mimoza Kusari para opinionit publik. Unë tha më nuk jam me Albin Kurtin. Unë dua autonominë time. Unë dua pavarësinë time politike. Ka guxim ta bëj këtë Mimoza? Në asnjë rrethon sikur t'ishte e sigurt që Albin Kurti do të ishte kryeminist. Nuk do ta bënte. Kur, në asnjë rrethon. Siç nuk e ka bërë në 2 mandatet e kaluara. Cila është arsyeja që ka pranuar në 2 mandatet e kaluara të shkrihet mos ekziston? Oportunitet thua. Po alternativa nuk ekziston. Jo. Si parti politike. Alternativa ekziston vetëm në mendjen e Mimoza Kusarit. Juridikisht nuk ekziston kërkun. Shkon KQZ, ekziston alternativa. Jo. Ajo është një deputet televizisë. Nga I lindi kësaj ideja që befas, pa prit mas tash ta kërkoj pavarësinë e saj politike dhe juridike. Nga indikacionet e qarta që I ka, që Albin Kurti më nuk do të jetë kryeministri I Republikës Kosovës. Kto tha, unë nuk bazohera në dëshirat e subjekteve opozitare. Kjo është grupi njerëzve që fillimisht në hap. Jo, ajo tash më kërkon ta shpëtoj vetë. Lloj pushteti as po qëndron. Jo. Kjo kërkesë është vetëm një përpjekje tinxare saj që të shpëtoj vetë politikisht, pasi përfundoset anija politike e lëvizjes vetëvendosje. Pse thu përfundoset më këtë? Jo. Këtë do ta përcaktoj për shumë arsye, sepse ajo është e vetëdijshme që nuk mund të shkojë më kështu pafundësisht shteti I Kosovës. Ajo është sjellë vetëm se tash nuk është prezente këtu, nuk dëshiroj ta ngarkoj përdori terma jo oportuniste e tjera, po kupton? Ajo ka shfrytzuar, do thotë, një situatë momentale politike, siç I ka shfrytzuar në të kaluamën, ka qenë majat kulmore të pushteteve të kaluara përsëri është dhe kur e ka nuhatur që ato pushtete s'kan të ardhur me ka dalur kanë ndruar kundërshtare ekstreme, agresive, mirë po, kur Mimozën e ki njësi mace. Referencë. E ardhmja e Albin Kurtit është e zymt në aspektin jo si politikan, jo si lider I subjektit të lëvizjes vetë. As që lëvizja vetëvendosje pushtetin po humzo. As që lëvizja vetëvendosje do të përfundojë në 10% e 12%, larg asaj. Por vetëm si shans për drejtim të shtetit të Kosovës.